Kështë disaj ta herë, faktikisht që ne ngrëm të njëjtin shqetësim, edhe për të disa të njerë mendoj që përballemi me një arrogancë të pakuptimit në këtë këshill. Ju do thoni çfarë është ajo arrogancë ju përballeni dhe që e keni thënë dhe që ne nuk kemi dëgjuar. Dhe kur them ju e kam fjalën për drejtuesit e këtij institucioni, së bashku me drejtuesit e ekzekutivit ose të bashkisë Vlorë. Ne i nderuar sot na është paraqitur një rendite i cili që në start ka pasur 15 projekt vendime për të shqyrtuar, në të njëjtën kohë janë shtuar edhe 2 apo 3 projekt vendime të tjera. Tani unë nuk e kuptoj, kaq e vështirë është që të kuptohet që në rregulloren e Këshillit Bashkiak, që është një akt nënligjor i dalë në zbatim të ligjit për vetëqeverisjen vendore, është e sankcionuar që mbledhjet e Këshillit nuk mund t'i kalojnë 10 projekt vendime për diskutim. Dhe unë nuk e kuptoj çfarë duhet të bëjmë ne si opozit, ose ne si këshilltar të këtij këshilli, që juve të kuptoni, të lexoni, të mësoni dhe të reflektoni apo të bëni ndryshe nga këto çka keni bërë deri tani. Prandaj them arrogancë. Tani nuk është e udhës që ne këtu të vime të kërcënohemi sa herë të jetë e mundur, që ne do bëjmë kallëzim penal, ne do shkojmë në prokurori, ne do jemi në SPAK. Ju thoni po pse në SPAK, pastaj kur mbyllen këto kamera thoni po ja se ishte edhe ajo për ndihmën ekonomike. Por ç'është ky muhabet se nuk e kuptoj dot. A janë 15 apo lexoj vetëm unë, se kam dhe kolegë socialistë që më shikojnë. Kemi 15 pika në rendin e ditës sot, 15 projekt vendime dhe janë shtuar dhe 2 të tjera 17. A është e sankcionuar në rregulloren e Këshillit që thotë nuk mund të trajtohen më shumë se 10 pika, 10 projekt vendime? Pse duhet që ne të shkelim rregulloren dhe ligjin? Nuk e kuptoj dot. Çfarë na shtyn ne? Çfarë shtyn drejtuesit e këtij institucioni, drejtuesit e Këshillit Bashkiak apo drejtuesit e ekzekutivit, që ne të bëjmë një shkelje të rregullore sa herë që na jepet mundësia dhe sa herë ka mbledhje të Këshillit Bashkiak dhe diskutojmë të njëjtat probleme, është e pafalshme. Për çfarë arsye duhet të diskutojmë të njëjtat gjëra dhe zoti Rokaj unë kërkoj edhe nga ju, duke u njohur dhe juve personalisht si një njerëz që përpiqeni të jeni korrekt me ligjin, por çfarë është e nevojshme që ne sot të shkelim rregulloren? Rregulloria është një akt, thash dhe njerë, në ligjor i dalë zbatim të ligjit për vetëqeverisjen vendore, i cili, pra rregulloria vetë në vetvete ka dalë si akt i miratuar në këtë këshill për të rregulluar marrëdhëniet edhe pozicionet. Pra për të ditur se si ne duhet veprojmë. Tani nëse ne pasaj nuk e kemi përgjigj këtë rregulloren, i biem që ne të vime pa ona të shkurtra, ca me mëngë japone, ca me minifund, ca të vënë këmbët mbi tavolinë, ca të shajmë me fjalë pista, edhe pasaj si do të dalim përpara qytetarëve. Se kjo është. Pra, në fjalë të varfra, në fjalë të varfra, është që ne të shkelim ligjin dhe aktet nënligjore. Pse duhet ta bëjmë, na thoni ju lutem, të nderuar ose këto zonjat që janë të administratës së bashkisë të ekzekutivit, pse ne duhet të shkelim sot çfarë na nxiton ne ose çfarë nguti kemi ne që duhet të shkelim rregullore, gjë e cila nuk duhet të ndodhi, sepse është e pafalshme që ne këtu të vim duke kërkuar herë si të respektohet ligji dhe ne sot dhe sa herë që na jepet mundësia thash dhe një shkeljet rregulloria. Unë nuk e kuptoj, biles ftoj edhe kryetarin e grupit të mazhorancës të na japi dhe ai një ide që çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet të trajtojmë këtë problem, sepse është ere disajt që këshilltarët vendosen përpara këtij fakti. Unë e di, zoti Rokaj, që kampi i mazhorancës i ka votat dhe me arrogancë, pra kjo është ajo arroganca që përmenda që në fillim, ju mund t'i ngrini kartonat, ta miratoni rendin. Është në shkelje të rregullores dhe të ligjit. Tani, pastaj kur ne diskutojmë, ju thoni, po keni të drejtë, po ja se ishte edhe kjo e ndihmës ekonomike dhe nuk mund ta shmangim. Ore çfarë problemi ka që ky këshill të mbledhë 2 herë në muaj? Të trajtoj, këto pika janë 15, 7 njerë, 8 njerë, dhe nuk shkelim rregulloren. Po e shkelin sa herë na jepet mundësia. Një e para, e dyta.